Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të Pot Flas. Sot do flasim për shtrëngullimin e spektrit të autizmit. Ky podcast na bashkoi Aroni. Mund të na tregosh pak më shumë për pjesën për të gjithë ata tani të njohin si Megi i librit, por diçka më shumë për pjesën duke njohur se jeni edhe specialiste e shtrëngullimit të spektrit të autizmit. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën. Unë jam Megi Vjardha Shllaku dhe jam njohin si autore e librit. Unë jam Aroni, nuk jam budalla, udhërrëfys për prind për me ecë me autizmin. Në të vërtetë jam edhe pedagoge në departamentin e mësuesisë në Universitetin Luish Gurakuqi dhe njëkohësisht në formimin tem kam studiu psikologji dhe jam specializuar pastaj në gjatë doktoraturës për shtrëngullimin e spektrit autik. Jam një person shumë i apasionuar pas diversitetit mendjeve, më shumë se sa si aspekt shtrëngullimit. Dhe në eksperiencën time kam vlerësu shumë pasurinë që më ka sjellë secili person në spektër që kam taku gjatë jetës. Kështu që libri është një fryt i një rrugtimit të gjatë që më ka bërë me kuptu se si funksionojnë mendjet e ndryshme dhe se si duhet secili prej nesh duhet ftohet në komunitet për me i njoht ashtu si unë i kam njohur gjatë eksperiencës time. Kështu që libri është një mundësi për me ardhe një publik më i gjanë dhe për me kriju një lidhje edhe me personat, me prind ose me komunitetin që nuk më njeh ose nuk kena pas një kontakt direkt bashkë. E qartë, gjithë ajo pjesa e kohës ose eksperiencës tuaja profesionale tashmë në të vetmin libër. Sa mirë, kjo është me vërtet një gjë shumë e mirë dhe ndoshta edhe siç ju edhe cituat është për të gjithë ata që nuk e njohin se nuk kanë kontakt me raste të tilla është tamam për të njohur ai gjuha e thjeshtë dhe e kuptueshme nga të gjithë. Kjo ka qenë synimi, domethënë, pavarësisht se unë jam profesoresh në universitet, nuk kam dashur me shkruaj një libër akademik që një farë mënyret krijon distancë me persona që mbase dhe jetojnë me autizmin, por që ndonjëherë nuk i kuptojnë ato termat e vështirë që shkruhen ndonjëherë në raporte ose kudo tjetër ku prind kanë kontakt. Kam imagjinu prindin të punu token dhe kam thënë ky prind që punon të cila është fjala e duhur që edhe një prind që ndoshta nuk ka arsimimin e plot ose nuk ka arsimin e lartë, ta mund ta kuptoj. Dhe kështu pastaj hap pas hapi është ndërtuar edhe libri si një mundësi për me dalë jashtë auditorit dhe për me shku te njerëzit, për me i taku dhe për me njoh diversitetin e realiteteve që me cilat ne përballena ose edhe ata përballen në përditshmërinë e tyre. E qartë. Tani te libri juaj ju e keni shpjeguar një gjuhë shumë të thjeshtë. Çfarë është saktësisht autizmi, shtrëngullimi i spektrit të autizmit në gjuhën diagnostikuese dhe ashtu si perceptohet sot në kontekstin tonë në Shqipëri? Në fakt, si term, autizmi referohet një neurodivergjence të mendjeve, është një çrregullim që prek disa fusha të funksionimit, por që ky është përcaktimi shumë klinik dhe unë gjithmonë kur e shpjegoj edhe në auditor, përpiqem gjithmonë ta thjeshtoj dhe ta bëj një përkufizim të kuptueshëm edhe nga auditori. Në të vërtetë autizmi është një mënyrë ndryshme funksionimit, më shumë se sa një çrregullim, sepse pjesa e çrregullimit i referohet fakti që krahasohet me një target group neurotipik, pra persona me zhvillim të zakonshëm që një farë mënyrë krahasohen me persona që funksionojnë ndryshe. Në këtë sens është shtrëngullim, sepse shikohet në raport me mënyrën se si funksionojnë zakonisht njerëzit. Në të vërtetë, në kontekstin tonë shihet si një problem, si një mos funksionim ndonjëherë, si diçka për me pas frikë, si një mënyrë distancimit, si një përpjekje ndonjëherë që fëmia mu detyru me qëndru brenda disa rregullave sociale që janë të ndërtuar dhe disa ambienteve në shkollë, në komunitet dhe kudo tjetër që janë të ndërtuar për persona neurotipik. Jo më larg se ditën e sotme, ndërkohë që bëbasha një aktivitet universitar, fillume me trajtu pikërisht këtë element, pra sa jemi ne të gatshëm që të ndërtojmë kurrikula dhe të ndërtojmë edhe mënyra funksionimit të klasave
të konsideru edhe personat në spektër ose me diagnozat të tjera neurozhvillimore që janë pjesë e tyre. Pra sa ne pranojmë të përshtasim atë që është mënyra jone mësimdhënies, atë që është mënyra se si funksionon një klasë dhe një komunitet, me atë që është mendja e një personit që ka një mënyrë tjetër funksionimit. Pra, unë mendoj që në kontekstin tonë shumë pak. Sigurisht ka shumë aspekte që kanë avancu në mënyrën se si trajtohen edhe në mënyrën se si konceptohet edhe prezenca një nxënësi me spektër në shkollë, po i referojmë shkollës, por ka edhe një sër kontekste tjera ku njëta zhanol. Por ideja është që, domethënë, sa jena të gatshëm ne me modifiku vërtet gjithçka në komunitet për me pranu dhe për me bë pjesë edhe personat me spektër, për me bë mundi pjesë, jo vetëm prezent fizikisht, por edhe persona që kanë një botë veçantë, që kanë nevojë për me hyrë në kontakt me personat e tjerë, por jo në format klasike shpeshherë, dhe sa i ofrojmë në hapësinë që ato me përdor mënyrën e tyre për me arrit tek ne. Pra sa jena në të hapun për mi prit në realitetin që jetojnë dhe me sfidat e përditshme që jetojnë. Këtë që ju domethënë përmbledhet në gjitha të diskutimit që ju keni bërë, është më shumë pjesa e infrastrukturës apo është më shumë pjesa e mendësisë ose mentalitetit ose kultura ose edhe e formimit, se në fund fare duhet një formim profesional që të merresh dhe të ndërtosh të lloj kurrikule ndryshe për tu përshtatur. Patjetër. Ideja është që unë mendoj se hendeku i parë është në mentalitet. Sepse infrastruktura është diçka që vjen në momentin që ti ke një mentalitet. Pra në momentin që ti si profesionist, si mësues, si drejtor, si përfaqësues në rang më të lartë, ti koncepton që realiteti nuk mund të jetë ky që është. Pra ti koncepton që fëmia në këtë realitet nuk po jeton mirë, nuk po familja e tij po përballet me shumë vështirësi, po përballet me shumë sfida. Unë jam në kontakt vazhdueshëm me prindë edhe në qytete tjera, edhe në shtete tjera, dhe gjithmonë më shumë, sidomos në kontekstin tonë, vërej prindë të dëshpëruar. Jo për diagnozen, për moskuptimin, për atë hendekun që ekziston mes faktit që akoma nxënësin me spektër shihet në klasë si një peshë, jo si një mundësi për me njoh një person që funksionon ndryshe. Prandaj mendoj se ndryshimi i parë është në mentalitet. Pastaj kur ne fillojmë të ndryshojmë mentalitetin, fillojmë të kuptojmë se ajo që bëjmë ndoshta nuk është e mjaftueshme për me kriju mundësi njerëzve për me jetu në përditshmërinë e tyre me më shumë lehtësi, dhe pastaj krijojmë mundësinë e infrastrukturës ose gjithçka tjetër që ndihmon që ky proces të jetë sa më i pranueshëm dhe të prindë të jenë sa më të mbështetur në këtë proces. E qartë. Në momentin që do arrihet, nëse arrihet të marrim një hipotezë, është arritur fakti, ka ndryshuar. Sa mund të arrijnë këta fëmijë, sa mund të arrijnë fëmijët që tashmë kanë një diagnozë të çrregullimit të spektrit të përshtaten në këtë lloj ndryshimi që u bë, hipotetike. Po, imagjinoj. Unë mendoj se ka me kenë shumë më e thjeshtë se sa ne mendojmë, sepse ajo që unë kam vure gjatë përvojës klinike është që kur fëmijët i pranon dhe kur fëmijët i don, kur fëmijët i vlerëson si pjesë e një aktiviteti, si pjesë e një veprimtarie, ata e perceptojnë me ndjeshmërinë e tyre këtë gjë, pavarësisht nga niveli i kuptueshmërisë dhe pavarësisht nga mënyra se si ato e shprehin atë që kanë kuptuar, sepse disa janë akoma me disa vështirësi për me komuniku nevojat, ndjenjat dhe gjithçka tjetër që përjetojnë. Por në momentin që ne ndryshojmë realitetin rreth tyre, efekti i parë që bëjmë është që kena familje më të qeta. Kena familje që ndihen të mbështetuna. Unë kam bërë një studim doktorature që po e ndaj me ju në Shqipëri, por në kohën kur studiosha në doktoraturë në Rom, pra ka qenë një studim i udhëhequr nga atje, por i realizuar në Shqipëri, dhe ishte një studim eksperimental që në një farë mënyre krijonte
kuptonte reagimet e fëmijës në raport me reagimet emocionale të prinit. Dhe ajo që doli pastaj nga studimi, në raport me prinin, me terapisin dhe me mësusin, ishte që fëmijët perceptonin emocionet e personit rritun, përpara se personi rritun realisht të shfaqen në një reagim. Pra, nuk është e vërtetë që fëmijët e spektrit nuk kanë empati dhe nuk kuptojnë emocionet e dikujt tjetër, pavarësisht reagimeve të tyre. Kjo mbani me menu që në momentin që kena një ndjeshmëri kaq të lartë dhe ne ndihmojmë familjet për mu ndih më mirë në eksperiencën e tyre, automatikisht krijojmë kushtet që edhe fëmia të njihet më i qetë në përvojën familjare, dhe kur një fëmijë njihet më i qetë, kur njihet më i lumtur, kur është pjesë e një familje që kupton, që e pranon dhe një komuniteti që sillet mirë me te, që e pranon dhe ja din vlerën mendjes tij që mund të funksionojë ndryshe, edhe ai fillon e përparon më shumë. Domethënë ka më shumë rezultaten se cilën për gjanave që tenton me arrit. Kështu që thelbi nuk është të ndryshojmë fëmijën që ta përshtasim me komunitetin. Thelbi është të punojmë me fëmijën dhe paralelisht të punojmë edhe me komunitetin në mënyrë që ky fëmijë kur të jetë pjesë e secilit prej ambienteve që ka me frekuentu, të jetë të jetë i pranuar dhe të jetë edhe një person që e ndjen vlerën e tij përballë personave të tjerë, sepse personat në spektër mund të arrijnë shumë gjëra. Nuk është e vërtetë që fakti që ke limite të ndonjë natyre verbale ose diçka tjetër është një pengesë aq e madhe sa mos me realizu disa gjëra të rëndësishme në jetë. Por varet shumë edhe sa jena të hapur ne si komunitet për me kriju aty në mundësinë e duhur në mënyrë që edhe fëmijët të jetojnë mirë dhe të jetojnë në plotësi eksperiencë dhe të besojë te vetja vet që mundet me realizu disa gjëra pavarësisht se përballet me disa sfida shumë specifike. Qartë është ajo trekëndshi që duhet patjetër fëmia, qendra, shkolla, familja, komuniteti, domethënë sepse të gjithë rrotullohen domethënë rreth fëmijës. Normalisht është ndikuese edhe pjesa siç edhe ju e përmendet, por nga gjitha ajo analizë që ju sapo bët, ajo që arrita të kuptoj, nuk e di, më korrigjoni nëse kam arritur të kuptoj, është pjesa që në këtë lloj forme ne po ndihmojmë në radhë të parë familje, duke ndikuar te familja, është në mënyrë indirekte kalojmë tek fëmia. Në këtë moment është ajo pjesa që duke marrë parasysh rregullimin e spektrit, jo të gjithë fëmijët janë njësoj dhe jo të gjithë kanë atë pjesën e nivelit të kuptueshmërisë të lartë, kanë ato nivelet up and down-et e tyre, domethënë sjelljet, çdo gjë që përfshin. Mendoj që të gjithë pa përjashtim asnjë lloj kategorie të nivelit të kuptuarit, po flasim mund të arrijnë këtë që ju sapo thatë. Unë mendoj se, domethënë ty referu dhe niveleve dhe mënyrë se si janë edhe ty referu manualeve diagnostike. Gjithmonë më shumë flitet për profile neurozhvillimore, më shumë se sa nivele, po flitet për profile neurozhvillimore, pra për nevojat që personat specifik kanë dhe për aftësinë tonë për me kuptu realisht për te dukjes, pra për te asaj që ne vlerësojmë me një shikim shumë të shpejtë të personi, se cili është profili i funksionimit të një personi që kemi përballë. Prandaj në këtë sens, kur themi autizëm i theksum, se përdoren ndonjëherë ose më shumë se sa i moderum, është më shumë mënyra se si ne perceptojmë autizmin e personit tjetër, se sa shkalla reale me cilën personi tjetër përballet me sfidat. E them këtë gjë sepse unë jam një person që përpiqem me marr shumë feedback prej personave me spektër. Pra, të atyne që munden me fol, por edhe të eksperiencave, pra mundohem me analizu edhe eksperjencat e tjera, sepse mendoj se secili prej nesh si profesionist nuk duhet mu nal vetëm te ajo që ne kena studiu, duhet mu nal edhe te ajo që është perspektiva e personit tjetër në spektër. Dhe ka shumë persona në spektër që kanë edhe nivelin 1 të autizmit, që është niveli që prej nesh perceptohet si një person që funksionon goxha mirë në secilin për ambienteve, për ta ndonjëherë nuk është kështu. Pra, për ta, sfidat janë poqë të mëdha, edhe pse janë të ndryshme, nga sfidat që mund të perceptohen të një person që ka një nivel tjetër të spektrit. Sepse, për shembull, një ndër gjërat që ato shpesh herë bashkëndajnë, është nevoja për maskim. Pra thot, unë kur jam egzume, një nevojën për me ba një lvizje që është flapping,
Dhe unë nuk e bëj sepse e di që tjerë do të më shikojnë në një mënyrë caktuar. Pra, maskimi nuk është diçka që bën mirë, në sensin që është një ndjesi sikur ti duhesh me kanë dikush tjetër që mu pranu për tjerëve. Dhe mendoj se në këtë këndvështrim asnjëri prej nesh nuk do donte të ishte në vendin e atij që maskon diçka që është e vetja për mu duk një person që nuk është. Prandaj në këtë sens, edhe pse për ne mund të shihet si një funksionim i mirë, për personin tjetër mund të shihet si një nevojë shumë e madhe për mu perceptu mirë për personave tjerë dhe ndonjëherë edhe si eliminim të asaj që është vetja vet, pra të asaj që përfaqëson diagnoza, natyra dhe shumë komponentë të këtij personit. Prandaj mendoj se është gjithmonë aspekti komunitar, jo sepse në të vërtet mundësitë secili person në spektër në mendimin dhe mbështetjen e duhur mundet me bë hapat e tij, sigurisht pa krahasueshëm njëri me tjetrin sepse varet nga ku e nis dhe varet si mundesh me ecë gjatë kohës trajtimit. Por ama është që është e sigurt është që kur ne jena si komunitet më i hapur ndaj mendjeve të ndryshme, ne kena mundësinë ne i japim mundësinë secilit person për mundi vetvetja dhe kur secili person njihet vetvetja, pastaj gjen forcën për me bë hapa të tjerë shumë të rëndësishëm në zhvillimin e tij. E qartë. Pjesa që ju gjithë që bët përsëri analizën se si mund të përshtaten këto më së miri, pjesa se si ju e mendoni ose pjesa e trajtimit, si e shikoni ju trajtimin sot në ditët e sotme në Shqipëri, duke qenë se tani jeni më aktuale dhe keni qenë më shpërndar këto ditë dhe keni njohur profesionistë të ndryshëm, prindër të ndryshëm, fëmijë të ndryshëm dhe edhe qytete të ndryshme. Kështu që ndoshta keni krijuar akoma një gamë të gjerë të mendimit se si funksionon trajtimi i fëmijëve sot në Shqipëri. Kjo është një temë shumë komplekse dhe në një realitet shumë kompleks. Terapia është diçka e dobishme në kuptimin që ndihmon fëmin të zhvillojë potencialin e vet në momentin kur realizohet në respekt të potencialit personit. Terapia në kontekstin shqiptar është komplekse për tani këtë e bazoj më shumë në vëzhgimet e mia, jo në nivel studimor, sepse mund të kthehet në një nesër në një proces studimor. Por në perceptimin tem, në eksperiencat e prindve, në eksperiencat e fëmijëve, në mënyrën se si unë kam kontakte dhe unë rry kontakte me prindve dhe jashtë vendit, kam bërë dhe eksperienca brenda vendit dhe jashtë vendit, kështu që kam një vizion të plot të asaj që mund të jetë mënyra e trajtimit. Janë dy realitetet ndryshme. Ajo që vlen mu përcaktu është vështirësia në mënyrën e trajtimit, pra në perceptimin tem dhe në raport me eksperiencat që unë kam bë, trajtimi është goxha i ngurtë. Çfarë do të thotë kjo për gjithë ata që do dëgjojnë këtë? Në kuptimin që në një pjesë të madhe trajtimi shfaqet si tentativë për me modifiku, për me eliminu autizmin. Pra, e nxitun edhe për një frigët që prindi ka, për një emocioni që prindi përjeton, për një konteksti që ndonjëherë nuk e mbështet prindin. Dhe prindi thotë, unë nuk mund të ndryshoj realitetin rreth rrotullimit, atëherë po tentoj me ndryshu fëmin, po tentoj me e bë sa më të pranueshëm për komunitetin. Kjo është një nga aspektet që unë kam vure. Në të vërtet, terapia të kanë diçka pozitive, është mirë që të përdoret edhe me qëllimin pozitiv dhe me fokusin si të fëmia, ashtu dhe të familja, paralelisht edhe të komuniteti. Pra, ne nuk mund të shohim një ndërhyrje si një hapësirë vetëm mes terapisë dhe fëmijës, kur çdo kontekst tjetër qëndron jashtë terapisë. Sepse është e rëndësishme ndonjëherë, dhe unë e kam provuar gjatë eksperiencës time, është e rëndësishme ndonjëherë me punu me prindin para se me punu me fëmin. Ka shumë raste kur prind janë të jetu edhe një proces emocional shumë të fuqishëm në aspektin e emocioneve tyne përballë diagnozë, dhe ndonjëherë bllokimi që ata kanë influencon indirekt në mënyrën se si fëmia njihet dhe në mënyrën se si fëmia zhvillohet.
Pra mashdash shumë kohë ndoshta me punu me prinin paraprakisht dhe pastaj me punu me fëmin. Ka pas raste ku mashdash ma shumë me punu me shkollën dhe pastaj me punu me fëmin. Pra ne si profesionist jena thirrur për me gjetë mënyrën me ba lidhjen midis mjediseve, sepse ajo që nol në terapi nuk është diçka. Dhe kur tham lidhjen mes mjediseve, nuk nënkuptoj vetëm udhëzime. Për shembull, i than prindit ban këtë në shtëpi. Kjo nuk është bashkëpunim. Bashkëpunimi është kur unë i tham prindit, çfarë ke vure në shtëpi? Cilat janë disa elemente që ti ke vure? Si mendon ti se mëson? Pra kur unë stërvis prindin për me menu lidhje me situatën e fëmijës vet. Kur unë e formsoj prindin që me ditë me lexu situatat e fëmijës vet. Dhe në këtë rast unë nuk limitohem vetëm te ajo puna direkte që mund të bëj me fëmin, por i kërkoj prindit për me bën një hap më atë informimin e tij, i ndihmoj me por pa i imponua atë që unë du mi thënë si profesionist. Pra e stërvis mendjen e tij për me mujt me kuptu realitetin që ka rreth rrotë. Të njëjtën gjë jam e thirrur me ballë me shkollën, sepse ka shumë situata që vërtet i përcaktohen sikur i ka shkaktu autizmi, por në fakt i ka shkaktu komuniteti. Pra janë shpeshherë reagime që prindi thot fëmia ka këtë reagim, por pastaj komuniteti pra shihet si problem i fëmijës, jo si reagim i fëmijës në një komuniteti. Nëse keni që të kuptohet më qartë kjo pjesa. Mu më kujtohet një eksperiencë i një fëmije që thente vazot. Domethënë çdo ditë thente nga një vazo. Dhe normalisht familja shumë e shqetësuar, cila është arsyeja dhe ishte një veprim që fëmia nuk e bate në asnjë kontekst tjetër përveç se në shkollë. Në momentin që fëmia vazhdote e bate vetëm në shkollë, dilema ishte pse është një veprim që shfaqet vetëm në një ambient, sepse dakord sikur të jetë një veprim që shfaqet edhe në të gjitha ambientet, po pse nol vetëm në shkollë? Dhe pastaj zbulume, cila ishte arsyeja? Arsyeja ishte sepse mësusja të kenë një gru në prag pensionit, domethënë nuk ishte më durim për me pranu si nxënëset klas dhe e lete për me ndaj një cep të klas. Fëmia akoma nuk ishte mësuese në vetënimse. Dhe ajo sa herë që do të me kenë pjesë e klas, por nuk dite se si me kërku me kenë pjesë e klas, bate një veprim që vetëm në atë moment mësusja shikonte. Pra ishte një veprim që vetëm në atë moment ajo bëhe e dukshme. Dhe kjo gjë na tregon që ndonjëherë nuk është mirë të gjykojmë gjithçka me sytë autizmit. Sigurisht spektri ndikon në mënyrën se si disa veprime shfaqen, por nuk janë e vetmja mënyrë. Ndonjëherë fëmia do t'i kishte shfaq reagimet specifike edhe sikur të mos ishte në spektër, sepse ka fëmijë që reagojnë ndaj mjedisit, ka fëmijë që bëjnë veprime të caktuara ndaj personave që për një arsye ose për një tjetër nuk i shohin si pozitiv ndaj tyre. Pra, përderisa ne pranojmë reagimet fëmijëve të tjerë kur refuzojnë diçka ose kur kritikojnë diçka, pse nuk duhet me pranu edhe reagimin një fëmijë në spektër? Pse duhet me menu që me njëherë duhet me eliminu sjelljen? Sigurisht kjo është një sjellje që don mu drejtu, pra nuk është një sjellje që ne mund ta nxisim që fëmia të gjojnë me vazo, por ama ne duhet kuptojmë se cila është arsyeja përpara se ta gjykojmë situatën si një sjellje që lidhet me spektrin. Pra ta gjykojmë dhe ta arsytojmë si një sjellje që lidhen si kundër përgjigje e fëmijës në një ambient që mbase nuk e ka gjetë akoma formën se si me komuniku me te. Patjetër, në raste të tilla që duke lidhur nga familja kaluam te shkolla, dhe pjesa normalisht siç edhe ju e theksuat është patjetër një rëndësi shumë e madhe. Çfarë ndodhi në raste të tilla ose çfarë mund të ndodhe, çfarë duhet të bëjmë në raste të tilla me pjesën e shkollës, si duhet të punojmë me shkollën? Ajo që unë në gjatë eksperiencë time kam ba, ka kenë me përkthy sjelljen e fëmijës. Pra, si psikologe shkollet, më ka noll me përkthy sjelljen, përpara se me ba një veprim. Sepse që është e rëndësishme që një ashtu si stërvisim prinin, një ashtu të stërvisim edhe mësusin, të stërvisim edhe shokët e klas, të kuptojnë se cila është arsyeja pse një fëmijë vepron në një mënyrë caktuar dhe se si mund të veprojmë në momentin që fëmia bën këtë reagim.
gjithmonë kam preferu shmangjen e përballjes me problemin, sepse ndonjëherë është më e thjeshtë me thënë që shiko, sillet kështu sepse është me autizëm. Ndërkohë që në atë moment nuk jena të konsideru nevojën e një fëmije në spektër. Kam preferu shmangjen e përcaktimeve si mos e shiko, mos ja vën re, sepse na dakord mund të reagojmë ndaj sjelljes, por do të reagojmë edhe ndaj nevojës, pra do të kuptojmë që nuk mjafton vetëm reagimi ose mos reagimi jonë në atë moment, por nevojitet edhe të thellohemi pak më shumë që të kuptojmë se cila është arsye pse një veprim ndodh. Kam preferu shpeshherë dhe instinkti i parë që kishin mësuesat ishte për me ndalu, me kriju sensin e frikës, përgjithsisht personat në spektër sensin e frikës e kanë shumë delikat, në sensin që nuk është që thjesht me i friksu në këtë proces dhe nuk është as edukative për më tepër, sepse metodat që lidhen me ndëshkimin e metodat e tjera nuk përdoren më, janë metoda shumë të hershme në raport me edukimin dhe janë në shumë kohë. Prandaj, ideja është që me lexu sjelljen dhe pastaj kur kena mësu me lexu sjelljen, ato shumë herë dhe pa ndërhyrjen teme kanë filluar me kuptu se cila është arsye pse e bën dhe si mund të reagojnë pastaj. Pra nuk është dashur shumë mi instruktu në momentin që i kam mësu me lexu situatën, sepse ajo është pjesa më e vështirë kur jena përballë një reagimi të një personi në spektër. Dhe normalisht pjesa e sjelljes është diçka shumë e vështirë që të kuptohet dhe duke marrë parasysh se pjesa e formimit të thuaj se të mësuesve është trajnimi profesional, që janë gjëra që futet te pjesa profesionale e profesionistëve që merret me trajtimin e spektrit, por që pjesa e bashkëpunimit normalisht është shumë e rëndësishme. E morëm temën nga fundi dhe të kalojmë te fillimi. Cilat janë shenjat e para që duhet të evidentojë ose që mund të shikojë një prind tek fëmia e tij? Kjo më kujton shumë postimet e Instagramit dhe më kujton shumë herë bisedat që kam bërë me prind të alarmum. Sepse për shembull kanë pa që fëmia në spektër në një video që i ka dalë diku rrotullohet dhe më njëherë kanë menduar, unë kam një fëmijë në spektër sepse ky fëmijë rrotullohet. Ose kanë pa dikën që ecën majt gishtave dhe më njëherë kanë menduar, unë kam një fëmijë në spektër sepse fëmia ecën majt gishtave. Në të vërtetë, më shumë se sa shejat, janë konteksti pas shejave. Pra, unë gjithmonë i them prindve, mos e izoloni shejen, pas e shihni si një element përcaktues faktin që fëmia bën një veprim. Mësoni me e vëzhgu në kohë dhe shikoni nëse është një veprim që intensifikohet, apo nëse është një veprim që zhduket. Për shembull, ka pas rastin kjo është më fal që për ndërprerjen është që duhet të theksohet sepse siç e di është e bën një herë dy herë, janë ca element të cilët duhet por nuk janë të prej me thik, domethënë në sensin që shumë fëmijë në spektër i bajnë shumë veprime që i bajnë edhe fëmijët me zhvillim tipik. Pra nuk është diçka që ti e vëren dhe është me njerë. Konteksti ta shpjegon, po e konkretizoj me një shembull. Ka fëmijë që ecin majt gishtave. Më kujtohet një rast i një prindi që ishte shumë i alarmum sepse e shikonte zhvillimin e fëmijës shumë okay, përveç ecjes majt gishtave. Pra vetëm shqetësim që kishte prindi, jo komunikimi, ishte ecja në majt gishtave. Dhe fëmia para disa javësh kishte pa motrën e tij që kishte filluar një kurs baletit. Dhe motra kishte filluar të ushtrohej në shtëpi. Nga ai moment fëmia tjetër kishte filluar të ecën majt gishtave. Tani, nëse ne i marrim videot e Instagramit ashtu si na shfaqen, ne prirena me menu që është një shej fakti që ecën majt gishtave. Po nëse njohim kontekstin, pra që ai në shtëpi ka një motër më të madhe që ka filluar një proces kërcimit, aty kuptojmë se ajo është të bën një sjellje imituese. Pra, në vetvete veprimi nuk është
ai që e ndan autizmin nga apo autizmi. nuk është? Është konteksti dhe është gjithmonë biseda dhe kuptimi i kontekstit ai që ndryshon realisht mënyrën se si na mund t'i perceptojmë. Ka disa elemente ose për shembull kthimi i kokës. Ndonjëherë prind më thonë, unë e thras, e kthen kokën, po ndonjëherë edhe nuk e kthen kokën dhe unë e pyes sa herë ke thirr. Dhe prindi më thot, unë e kam thirr thot 7-8 herë sepse ishe i panikosur që nuk ma kthen kokën mrapa. Dhe unë i tham, po mirë, kur i ke thirr emrin, që e ke thënë? Jo, nuk i kam thënë kur gjë. Ndosha vetëm me pa nëse e kthen kokën. Po nëse ai e ka kuptuar se ti nuk i thua asgjë kur kthen kokën, cila mund të jetë arsyeja pse ai duhet më e kthy kokën gjithë herë që e thret. Me këtë nuk do të thënë që kthimi i kokës nuk është problem, sepse në të vërtetë në raste specifike është vërtet problem. Po kur ne abuzojmë me një kërkesë dhe kur nuk ka kontekst kërkesa jon, fëmia mëson me pasi një stimul neutral dhe nuk pranon pastaj ta bëjnë si veprim. Pra zgjedh mënyrë vetëdijshme të mos reagojë sepse e kupton që është s'ka asgjë për cilën nuk do të më kthy kokën. Prandaj edhe prova duhet jenë në kontekstin e duhur, pra duhet me pa nëse fëmia është shumë e rëndësishme edhe të jena të vëmendshëm, po të mos nikohena edhe shumë prej ankthit që na shkaktojnë këto checklistat. Pra, të jena të vëmendshëm do të thotë që nëse e shohim vërtet që fëmia ka disa vështirësi i komunikimit, patjetër duhet i drejtohen a profesionistave. Por nëse shohim që fëmia, për shembull, e ka thënë fjalën, nuk e ka thënë fiks 9 muaj, pa e ka thënë 11 muaj, tani me këto tolerancat 1 muaj, 2 muaj, është mirë që janë kufit, pra mos ta shikojmë atë obsesionin e një momentit që mendojmë se duhet me kenë momenti ideal, sepse fëmia ndonjëherë bën edhe 2-3 hapa njëri pas tjetrit në një kohë shumë të shkurtë. Prandaj nuk është diçka që ne duhet të panikosemi në sensin që nëse nuk e bani si e tha checklista në këtë muaj, atëherë është një problem i madh. Sigurisht pastaj nëse kalojnë disa muaj dhe ne shohim që situata ka me pak e bllokuar, është mirë që të konsultohena dhe të ndonjëherë edhe ta trajtojmë. Por gjithmonë me synin vëzhgues, por jo me ankthin e një reagimi që ndonjëherë pari kuptoj, sepse domethënë ky është një realitet që ka shumë informacione dhe ndonjëherë një stimul e bën prindin me besu një realitet që ndoshta nuk është fare prezent. Kështu që unë e kuptoj edhe arsyeën se unë jam prind vetë dhe e kuptoj edhe arsyeën se sa e vështirë është kur je me fëmin tan për me prit ose ndonjëherë për me ditë me bë veprimin e duhur, është njerëzore që ndonjëherë të panikosesh. Por aman nuk është mirë që domethënë të paktën kur e kuptojmë, të japim pak kohë dhe ta stimulojmë ndonjëherë pa ja kthy edhe fëmisë në diçka. Gjaja më e bukur që më ka thënë një herë një prind që bana konsult me te, ka qenë që unë kam fillu me jetu në momentin që kam kuptu se fëmin tem nuk jam të e shiju ma, pra deri tani kam nejt të e pa me lup, me pa çdo gjë si është zhvillimi, ndonjëherë edhe panikosën edhe bombardume me informacion. Tani kam fillu me shiju ndërveprimin dhe jam të pa se si fal këtij ndërveprimit aja tu zhvillu shumë më tepër se sa ajo që unë kam pa, sepse ankthi në të vërtetë nikon që fëmin me stopu, me bloku në komunikim me personin tjetër, jo me i shkaktu diçka, sepse asnjëherë prindi nuk i shkakton. Edhe ndonjëherë kur gjykohet në të vërtetë nuk i shkakton diçka fëmisë, dhe dalim të autizmi virtual pastaj që është një aspekt tjetër që është një keq përdorim. Është keq përdorim që ju edhe theksuat shikojnë një element, 2 elemente, pastaj fiksohen. Edhe autizmi virtual, siç edhe përmendët ju, autizmi diagnoza do më thënë klinike dhe autizmi virtual. Çfarë do thonë këto për ju nisur nga gjithë formimi juaj, sepse normalisht jeni specialiste në këtë fushë, kështu që ndoshta një përmbledhje. Atëherë ne bazohena për do më thënë ne njohim në aspektin e diagnostikimit manualet që janë të pranuar nga komuniteti shkencor. Në rastin tonë DSM-5 TR-ja, që është varianti i fundit. Aty ekziston çrregullimi i spektrit autik. Nuk ekzistojnë as diagnozat e mëparshme si Asperger,
ose çrregullimit pa specifikuar ndryshe janë pjesë e diagnostikimit të hershëm që tani nuk ekzistojnë më. Ndërsa, sepse është modifikuar, është krijuar një ide që është një spektër i gjerë, pra gjithçka futet te ky spektër i gjerë. Autizmi virtual nuk është diagnozë, nuk ekziston në asnjërin prej manualeve diagnostike dhe është një term që në gjuhën e përditshme i referohet faktit që një fëmijë ka kaluar shumë kohë në telefon, por jo se kjo ka modifikuar si më thanë, nuk është se kjo ka kriju elemente të spektrit. Është një izolim që ashtu si ka ardhur si pasojë, pra është çështja e varësisë pastaj që është kërkon një proces tjetër, por nuk është një diagnozë. Pra shpeshherë këto dyja ngatrohen, autizmi që ekziston si diagnozë me autizmin virtual që nuk është diagnozë, ndikohen nga fakti që fëmijët që kanë spektër, pra që janë në spektër, kanë edhe tendencën për me mësu përmes imazheve dhe preferojnë shumë zakonisht telefonin ose televizorin. Pra është tendenca atyre dhe pastaj prindi e lidh me faktin që shiko se unë kam lënë disa kohë në telefon ose në televizor dhe pastaj prindi mundohet me justifiku dhe profesionisti jam shtet sepse është pak e vështirë për me i thënë prindit vërtetën ashtu siç është. Dhe përfutet fëmia pastaj në një proces terapie, por për autizëm virtual që nuk është diagnozë, terapia nuk është diçka që ban dobi, sepse nuk kemi të bëjmë me një fëmijë në spektër. Kemi të bëjmë me një fëmijë që ka kaluar shumë kohë, por që mund përmes uljes kohës që kalon gradualisht, ai rifiton çdo ndërveprim me persona të tjerë. Pra është një proces, pjesa e ndërveprimit e personat neurotipik stimulohet nga ambienti sigurisht, por është një proces deri diku natyral, sepse është një ndërveprim që vjen natyrshëm, pra nuk është e nevojshme që ne të përdorim kurse di se çfarë elementit për me nxit një person me zhvillim tipik që ka pa shumë televizor. Sepse nuk du me për termin autizëm virtual, nga që jam komplet nuk ekziston, nuk është një diagnozë, për një të përdori këtë termin tjetër. Prandaj, kur një person është në spektër, është një mënyrë tjetër funksionimit. Kur një person ka pa shumë televizor dhe mundena me punu me pjesën, pra mundena vetëm me orientu prindin se si me ul gradualisht përdorimin dhe si me rrit aktivitetet, por nuk është një proces që ka nevojë për ka më shumë nevojë për ndërhyrjen e prindit dhe të familjes, për orientimin e tij se sa për një proces të mirëfillt terapeutik. E qartë, por në momentin që fëmia nuk ka patur një diagnozë, do të thotë nuk është vlerësuar klinikisht dhe të ketë çrregullimin e spektrit, por kur shkon, thotë që me justifikimin që ka kaluar vetëm, jo nuk ka qenë në çerdhe, jo nuk ka motër ose vlla, nuk del dhe normalisht fëmia nuk ka arritur akoma të flasë, mund të jetë 3 vjeç e gjys 4 dhe janë këto shqetësime që prindri i paraqet tek profesionisti. Dhe në këtë moment ai mund të marrim diagnozën në thonjza autizmi virtual. Por në fakt ai është në spektër. Mund të jetë në spektër. Sigurisht pjesa e vonesave gjysore pastaj ka edhe një sër çrregullimesh tjerë, kështu që nuk e përcaktojmë dot nëse është në spektër ose jo. Por sigurisht kur, do të thënë, mungesa e diçkajet të tipit tani deri në 3 vjeç fëmia ka nevojë për figurat e atashimit, më shumë se sa për socializim. Sepse pjesa e qerdhes është një pjesë që lidhet shumë me figurat e atashimit, pra me prindërit dhe me personat e afërm të familjes. Jo domosdoshmërisht me prezencën e një motre e një vllai që sigurisht ndihmon, por nuk është kusht që tregon që mungesa e tyre do të shkaktojë një dinamik të kësaj natyre. Pra nuk është një faktor i lidhur drejt për drejt me këtë efekt. Ajo që noll është që realisht në momentin që fëmijët kanë një vonesë gjysore ose një problematik tjetër, se varet cila është problematika, ajo që noll është fakti që prindja ka të vështirë me e pranu dhe duhet ta kuptojmë pse ka të vështirë, sepse unë e di se prind gjykohen shumë dhe unë e bana këtë libër që prind mos gjykohen, po të ndihmohen në këtë proces. Prindja ka të vështirë me pranu cilën do diagnozë, sepse gjendet në një shoqëri që nuk ndihmon. Janë të vetëm.
janë të vetëm, përballen me diagnozen, përballen me realitetin rreth rrotull që jo vetëm që nuk ndihmon, se unë i dëgjoj për çdo ditë prind, unë domethënë jam shumë kontakt me prind. Edhe me prind që jetojnë vende tjera, përmes komunikimit që unë kam edhe direkt ose indirekt. Prind njihen shumë vetëm. Njihen shumë të njihen të bombarduar, njihen të paorientuar, njihen ndonjëherë kur kanë ndonjë intuit, i thuhet jo, sepse jam unë profesionisti, ti e prindi, ti shkon në shtëpi dhe ban prindin. Këto janë fjali që ndonjëherë janë thënë edhe direkt prindve. Tani, prindi sigurisht do të bëjnë prindin dhe profesionisti do të bëjnë profesionistin, por ndonjëherë prindi ka nevojë për dikën që e sheh, për dikën që e kupton, për dikën që nuk e gjykon. Prandaj mund ta kuptojmë se një prind me një fëmijë që mund të ketë një problematikë caktuar ka vështirësi emocionale për me pranu këtë proces, sepse nuk është çështja me pranu diagnozen, nuk është vetëm kjo. Është me pranu që do të kesh një diagnozë në një kontekst që me shumë gjasa nuk ka me të ndihmu. Në një kontekst me shumë gjasa ka me të shfrytëzu atë që ti ndjen emocionalisht për me të vendosur në një shërbim që ndoshta as nuk është i përshtatshëm për fëmin tanë. Me shumë gjasa ka mu gjetë në një kontekst ku prindët e fëmijëve tjerë, sepse ndonjëherë nuk është vetëm ajo që nin prindi, por ndonjëherë dhe unë kam taku disa herë prind që më kanë thënë, i kena kundër edhe prindët e fëmijëve tjerë në për shkolla. Pra nuk na mbështesin as prind, as ato që duhet me kanë krahnesh. Dhe jo me na mbështet në kuptimin që por thjesht me mësu fëmijën e tyne që me njoft një mendje tjetër. Mas mundit kërcënum prej një lëvizje që bën një fëmijë me spekter në klasë. Tani, në këtë kontekst, si mundet një prind me pranu me qetësi dhe cila është arsyeja pse prind shqiptar i pranojnë diagnozat më kollaj në vendet e tjera? Vetvetiu dalim te fakti që njët mbështetën, janë të njëjtit prind që janë këtu dhe të njëjtit prind që janë në një kontekst tjetër. Dhe atje pranojnë, sepse komuniteti është më i butë, është më pranues, është më mbështetës. Këtu nuk e pranojnë, sepse ne jena akoma pak të mbyllur në raport me mendjet. Ndonjëherë janë mbyllur, ndonjëherë edhe s'kena instrumente. Ndonjëherë nuk është edhe mësuesi vetë njihet në presion, sepse ka me realizu një plan, ka me realizu një program. Nuk din se si me menaxhu. Ka një grup prindërish të tjerë që i kërkojnë diçka tjetër. Pra, do me thënë, jo domosdoshmërisht është përgjegjësia e një institucionit ose diçka e tjetër. Ndonjëherë është thjesht komuniteti që nuk ka, që është duke mësu sigurisht, nuk jemi gati akoma. Mendoj se kena fillu me mu përgatit, por nuk jena akoma në stadin që me thënë, shiko, gjithë përfshirja ekziston. Pra, me thënë, ne shohim se si reagojnë ndaj familjes, ndaj prindit edhe ndaj ndihmës që ata kanë nevojë në momentin që kanë edhe një fëmijë në spektër. I qartë. Në çfarë moshe mund të vendoset diagnoza më e hershme bazuar në DSM-n e fundit? Mirë është që të vendoset mbi 18 muajsh. 18 muajsh është koha kur zakonisht fillojnë vlerësimet dhe dalin pa edhe elemente. Tani, praktika jonë na jep lloj variantesh. Flas në kontekstin shqiptar, se unë nuk kam pasi herë një diagnostikim në 18 muajsh, madje ndonjëherë edhe pak më vonë i kanë shty pak që mi dhanë mundësi fëmijës kur nuk ka qenë sigurt për diagnozen, por nuk konceptohet që një proces diagnostikimi mu ba kur fëmija është 8 muajsh ose një proces terapijet që fillon kur fëmija është 6 muajsh, i referon terapisë me psikologi, jo, se ndonjëherë mund të kenë nevojë për fizioterapi ose për elementet e tjera. Të ndryshme që ato mund të fillohen se varet edhe prej diagnozave, mund të mos jetë lidhje me autizmin, por mund të jetë me diçka tjetër. Flas për terapinë që lidhet me aspektin psikologjik dhe me pjesën zhvillimore. Pra, prindi mund stimulohet, mund t'i mësohen disa teknika se si me bë, por mirë është që ky proces i trajtimit të fillojnë pas moshës 18 muajsh. Këtë nuk e tham unë, sigurisht, është një organizatë botnore që përcakton disa elemente të vlerësimit, dhe zakonisht mosha e diagnostikimit
është deri në moshën 3-4 që zakonisht përfundon si proces. Po ka dhe raste specifike kur diagnostikimi bëhet më vonë dhe ka persona që sidomos në spektër në nivelin 1 që e kanë marrë diagnostikimin edhe 40 vjeç, edhe 50 vjeç. Pra kanë kuptuar që diçka nuk arrin me komuniku disa aspekte të tyre, janë një gjithmonë çuditshëm, janë një të distancuar prej personave tjerë dhe nuk e kanë ditë asnjëherë me kuptu sepse gjasat janë që e kanë kuptu këtë gjë kur kanë pa një fëmijë, kur kanë pas një fëmijë spektër dhe gjatë kësaj përvoje kanë kuptu që mbas edhe unë kam nevojë për një vlerësim dhe pastaj i kanë bërë vlerësimet më vonë kohë. E që pjesa normalisht fillon 18 muaj, siç edhe e thatë. Pjesa e niveleve që ju edhe po e përmend niveli 1, çfarë janë këto nivele dhe si ndryshojnë këto me njëri tjetrin dhe se si është prognoza e këtyre niveleve, ndarjes së këtyre niveleve? Tani, e curin ne nuk e dim, sepse unë, jo vetëm unë, por edhe çdo profesionist që unë kam pas kontakte direkte jashtë vendit, asnjëherë nuk kanë dhënë përcaktime për të ardhmen. Përcaktime të tipit do flas në këtë moshë, do baj këtë në këtë moshën tjetër, sepse këto nuk i dim asnjëri për nesh. Ajo që dim është ku nisim. Ku nisim dhe cilat janë nevojat e personit në momentin ku nisim. Dhe nivelet përcaktojnë jo vetëm vështirësinë, po përcaktojnë edhe mënyrën e mbështetjes personit. Pra nëse ne kena nivelin 1, atëherë kuptojmë që mënyra mbështetjes personit mundet me kanë për shembull e lidhur me shokët e klasë, e lidhur me komunitetin, e lidhur me mënyrën se si ky person shprehet dhe se si krijon lidhje, se si zhvillon disa aftësi që i ka brenda tij. Nëse kena një fëmijë në spektër në nivelin e moderum, kuptojmë që mundet me kanë disa aktivitete që lidhen me aspektin kognitiv, disa ndërveprime që ndihmojnë kontaktin me personat e tjerë, disa mbështetje që mund t'i jepen familjes edhe për me menaxhu situata specifike. Nëse kena një person me nivelin 3 për shembull që është një kuptojmë se ndonjëherë aktiviteti është e nevojshme të jetë më i strukturuar dhe fëmia të mësojë të jetojë në disa udhëzime që ne i japim familjes, komunitetit dhe secilit person përfshim. Dhe ndonjëherë puna me fëmijën është edhe më intensive krahasuar me dy nivelet e tjera. Por është gjithmonë pyetja, si më thënë, jo cila është shkalla autizmit, vetëm si shkalla autizmit, por edhe cili është lloji i mbështetjes që personi ka në raport me atë që është dhe në raport me nivelin e autizmit që ka. Gjithmonë personi bashkë me diagnozen, jo personi i shkputun për diagnozet, pra jo niveli i autizmit, sa personi që ka këtë nivel autizmi, sepse personat janë të ndryshme dhe brenda nivelit 1 kanë specifika shumë të ndryshme, ashtu që siç nol edhe brenda niveleve të tjera. Pra nuk është diçka që funksionon për gjithë, secili ka nevojë. Janë të ndryshëm, si ne që jena persona neurotipik dhe secili prej nesh ka karakteristikë. Funksionojnë ndryshe, ashtu dhe personat në spektër kanë diferencat e tyre pavarësisht se kanë të njëjtën diagnozë. E qartë, ndonjë rast nga gjithë eksperjenca juaj, se si funksionon të themi termin që ju sapo e bën të mos të pandarga diagnoza, si funksionon ai në komunitetin në shkollë, pikërisht ajo që edhe ju e përmendet pjesa e mësuesve, pjesa e komunitetit, nuk janë pranues ose nuk janë të formuar profesionalisht për të punuar me këtë. Si mund të funksionojë një fëmijë? Tani, të supozojmë se shkolla po marrim aspektin pozitiv, sepse ka për hir të vërtetë edhe shkolla që funksionojnë, nuk është diçka që është e përgjithshme për çdo shkollë që nuk funksionon. Por po marrim rastin kur shkolla bëhet mbështetje, është një komponent shumë i fortë i zhvillimit. Pra bëhet një shtys shumë e fortë që edhe fëmia mundi mirë, mundi i pranuar dhe me sfidu edhe ai vedin për me kapërcyer disa sfida që për te janë të rëndësishme. Pra ndihet më i motivuar për me të kalu disa vështirësi që ai ka dhe sepse ndjen që tjerët janë në komunitet dhe janë për te. Pra ndjet i dashur, fëmijët që zakonisht janë të pranuar dhe dashur në klasa bën shumë hapa në raport me zhvillimin e tyre akademik edhe në raport me fushat e tjera. Nësa kur komuniteti nuk është ndihmë, fëmia mbyllet. Pra, jo se është përgjegjës dikush tjetër për zhvillimin e tij, por asnjëri prej nesh nuk ka kushte të zhvillohet në një mjedis
që nuk na mbështet. Pra secili prej nesh njihena më të motivuar për me funksionu, nëse njihena të mbështetur, nëse njihena të pranuar, nëse njihim se kena rëndësi për tjetrin. Kështu që është një komponent motivacional i rëndësishëm që është shumë i rëndësishëm dhe që personat në spektër të pas një ndjeshmëri shumë të madhe ndaj këtij komponentit, a reagojnë ose nuk reagojnë në raport me zhvillimin e tyre edhe nga ky faktor. E qartë. Normalisht siç e tham, është pjesa sistemi arsimor Shqipëri. Ka shkolla që janë bashkëpunuese, janë të përgatitura, po sa gati janë që të punojnë ashtu siç duhet, ose apo ofrohen apo merren trajnimet e duhura profesionale. Unë po i referohem përvojë si pedagoge në universitet, sepse aty kam realitetin edhe më të prekshëm. Ajo që vërej është që ka dëshirë për me kuptu. Pra, atë që vërej të studentët e mi që janë një pjesë e madhe edhe mësusnims në programin e pedagogjisë speciale që ne kena, vërej që ka shumë dëshirë për me kuptu. Problemin më të theksum të hapjes ndaj një informacionit ose ndaj qasje ose ndaj mënyrave të trajtimit, lind, sidomos jo gjithmonë, por ndonjëherë te persona që kanë eksperiencë në fushë. Sepse ne ndonjëherë shohim si me thanë, pjesën e eksperiencë, që sigurisht është një komponent i rëndësishëm, si komponenti vetëm që ndikon në mënyrën e trajtimit. Pra, gjithmonë kena bë kështu dhe duhet ta vazhdojmë të bëjmë kështu. Ndonjëherë, bashkangjitur eksperiencë, pavarësisht unë për shembull kam eksperiencë goxha në raport me autizmin, unë e shoh veten si studente. Pra unë mësoj edhe prej studentave të mi, mësoj edhe prej komunitetit, mësoj edhe prej prindve, mësoj edhe prej kujdo që më ofron një eksperiencë. Sepse janë gjëra të reja dhe sepse janë gjëra që unë e shoh profesionin si diçka që njeriu pasurohet në kohë, jo si një arritje ku ti ke arrit një stad dhe aty myllet. Pra unë mendoj se kështu do të jem të fol nëse më thirrin podcast edhe kur të jem 80 vjeçë. Sepse vërtet e shoh si diçka me vlerë, pra do me thanë fëmija, komuniteti, kushdo mundet me mësu diçka nëse i hapën për me mësu. Dhe ndonjëherë përballem edhe me persona që nuk janë gatshëm me e ba, me persona që myllen, me persona që ndonjëherë spostohen dhe thonë, ok, po kjo është mënyra që dim, kjo është mënyra. Shkenca evolon, nuk është një diçka që mbetet në një stad të caktuar. Studimet evolojnë, mënyrat se si konceptojmë personat në spektër është shumë ndryshme sot me si konceptonin para 15 vitesh. Pra atëherë as nuk kishim gjithë këtë informacion dhe gjithë këtë mënyrë për mi pa personat në spektër në këtë formë. Dhe kam ndryshuar prep, kam e kanë diçka, unë edhe kur kam shkruar librin, e kam shkruar dhe unë e di që kam marrë një moment që edhe ato që kam shkruar në libër kanë modifikuar në kohë, sepse është një proces, nuk është është një realitet. Në këtë moment është ky realitet. Në një moment tjetër realiteti mundet me marrë një drejtim krejt tjetër. Prandaj ne duhet të jemi të hapur për me kuptu, për me ndryshuar dhe ne mënyrën e trajtimit, mentalitetin ton, sepse është dobi vetes ton, pikëparë si profesionist, na pasuron edhe mendërisht edhe shpirtnisht, janë dy aspekte, por në raport me personat që kemi kontakt, pra i detyrohen që ne me modifiku, i detyrohen familjeve që me modifiku atë që dim dhe atë që munden me bë, sepse ato meritojnë që vërtet të trajtohen me dinjitet. Për te çdo qasje, për te çdo trajtimi, dinjiteti për mua është një komponent shumë i rëndësishëm, që e dallon profesionistin nga dikush që le të themi që punon, por nuk punon me zemër. E qartë. Për pjesën e arsimit, normalisht e cekëm edhe në fillim edhe tani, si ndikon me vërtet spektri në dinamikat familjare? Spektri hap një botë të re dhe hap pa pritmas. E hap atëherë kur prindin ndonjëherë nuk din se si me e përballu. Unë kam trajtuar një kapitull në libër për dinamikat familjare, sepse në të vërtetë nikon çift, nikon te vëllezërit e motrat, ndonjëherë ato njihen të pop sikur nuk ekzistojnë në shtëpi, sepse gjithë vëmendja, gjithë fokusi është te zhvillimi i fëmisë në spektër.
Dhe ndonjëherë familja hup momentalisht ekuilibrin. Pra gjendet në një ekuilibër që është shumë i dobësum dhe nuk din se si më orientu në këtë ekuilibër. Prandaj unë besoj dhe këtë unë jam shumë në favor të qasjeve sistemike, sepse në të vërtet na duhet me mbështeton familjen, nuk mjafton vetëm me kriju hapësira për fëmijën në momentin që familja gjendet e pambështetur, sepse mes tyre krijohen vërtet dinamika, të cilat ndikojnë shumë në mënyrën se si trajtojnë fëmijën, në mënyrën se si ruajnë marrëdhëniet mes tyre, në mënyrën është një ekuilibër që prishet dhe i jep kur një ekuilibër prishet ka dy ekstreme zakonisht. Ose familja e humb drejtimin dhe fillojnë e krijohen disa dhe thellohet një hendek mes personave të familjes në komunikim në rrugën e përbashkët, ose pastaj familja mëson të rindërtohet me një ekuilibër të ri. Pra, ne duhet me synu këtë dyten, tu kanë krah familjes dhe tu ndihmu se cilën prej dinamikave që ndodhin. Disa ndryshime ato negative i tham se çfarë funksionon dhe nuk funksionon. Disa gjëra pozitive që keni filluar se sadopak, por janë gjëra pozitive që po fillojnë ndryshojnë në realitetin tonë në Shqipëri, si në trajtimi, si në pjesën e mbështetjes së familjeve, si në pjesën arsimore. Cilat janë këto që keni evidentuar? E para në terminologji. Unë kam vure edhe pas librit që më përpara përdore shumë fjala komanda. Tani nuk po them se e kam prodhuar se nuk mund ta them se janë një sër faktorësh që prodhojnë ndryshimet, nuk është vetëm një person. Por për shembull ka filluar më përdor udhëzime. Tani komanda udhëzime ndryshon, sepse komanda është që unë të urdhëroj, udhëzimi është që unë të drejtoj edhe të jap një shtys. Pra, ç'është terminologjia. Prind kanë filluar më bë më të hapun, janë më reaktiv, janë më, do të thënë, reagojnë në asaj që shohin. Prind më përpara kanë të shtypun, kanë të izolum, kanë të friksum, kanë ndonjëherë me turpin e një diçkaje që nuk e kanë zgjedh, megjithëse nuk ka turp, sepse diagnoza nuk është asnjëherë turp. Por kanë pas këtë gjykimin sikur ato kanë bërë diçka gabim, domethënë kanë ndihmë vedi sytë e personave tjerë. Prind kanë filluar me bë këtë hap dhe unë i shoh tek reagojnë në komunitete me ndjeshmëri, edhe me një lloj besimi te vetja, sepse është shumë e rëndësishme që prindi me pas besimin te vetja, me luftu një farë mënyre dhe për fëmijën e vet. Kam vure që ka mësuesa që janë vërtet të mrekullueshëm në mënyrën se si e pranojnë diversitetin e mendjeve dhe se si përpiqen për me ndryshu shumë aspekte që lidhen me pjesën e diversitetit dhe me mënyrën se si punojnë me nxënësit e tjerë. Kam vuri studenta që janë shumë të hapun për me mësu dhe e bashkëndajnë përvojën e tyne, ndonjëherë vend dyshim edhe ato që kanë ditë në lidhje me përvojën e tyne, dhe është mirë që her mas herë ne vend dyshim gjanat që dim, sepse kështu kena mundësinë për me mësu ma shumë dhe për me ndryshu ma shumë gjana. Edhe komuniteti është ma pak reagus, tani këtu është dahet gjithmonë në dy, po është pak më, pra fëmijët kur shkojnë market, kur shkojnë në ambiente tjera, kena fillu pak me pa punën tonë në disa aspekte, por ka edhe raste tjera kur prind kanë edhe, por ka një ndryshim, ka një ndryshim në perceptimin sepse si po shikohet sot aspekti. Ka shumë sfida sigurisht që i përmend edhe pak më përpara, por ka edhe ndryshime pozitive, ka edhe aspekte që na tregojnë se në nivel mentalitetit jena të bëha pa përpara. Kjo do shtoja vetëm diçka, duke që se jemi në muajin prill dhe në të gjitha televizionet pothuajse, nuk është parë më që të gjithë Shqipëria dinte kush ishin vetëm 2 prindër, 3 prindër që dilin, por çdo televizion ka patur prindër të ndryshëm. Dhe kur i shikoj edhe të gjithë ishin me fëmijë të rritur. Dhe do thotë që ato kanë qenë dhe ne nuk dinin asnjë gjë, nuk e kemi njohur. Të gjithë ato sfida dhe problematikat të përditshme kanë patur. Dhe
do shtoja këtë pjesën patjetër që prindri ka filluar ta pranojë dhe të flasin hapur. Patjetër, duke sepse qenë që ne nga kena media fillu mi dhënë hapsin. Pra ne kena fillu me konsideru si zoj rëndësishëm. Ne kena fillu me u hap ndaj asaj që prindi thot. Pra prindi gjithmonë aty ka kenë, ato mendimi ka pas gjithmonë. Sigurisht ai ka gjetë më shumë guxim të vetja, por edhe komuniteti i ka dhënë pak më shumë hapësirë që prindi të ketë zanin e tij. A ka modele normalisht suksesi? Kam shumë për me thënë për suksesin, sepse unë nuk e du fare si fjalë. Suksesi më ngjan me një moment, por zhvillimi nuk është kur një moment. Suksesi përditshëm. Jo, po përdori term sepse është një term që përdoret në për mu suksesi më i madh, nëse mund ta quaj sukses, po jo sukses klasik të fjalë, pra një fjalë klasike, por si për mu modeli, po nalim te modeli, pa i shtu fjalën sukses mrapa. Për mu modeli është një familje që jeton mirë me spektër dhe një fëmijë që lufton në komunitetin ku është, që mëson edhe ai vetë me luftu. Aroni librit, që është një fëmijë që unë e kam njohur që ku ishte 2 vjeç. Një ditë i kishte i kishte humb diçka në shkollë dhe ai kishte shkruar një email shumë të përpunuar policisë për me kërku se ku ka humb ajo gjë që ka humb. Dhe ishte të menua dhe një ditë nga marrë ligjin e arsimit dhe ishte të e analizu, një ditë tjetër ka kriju mundësin që ka kriju mundësin që me kuptu se si munden me ndryshu në komunitetin e vetë disa elemente që ishin të nevojshme, ka analizu komunitetin e vetë. Sigurisht ai është një rast, por ka edhe shumë fëmijë tjerë, por për mu ai është, si më thanë, jo arritja, sa ai nuk është arritja jam, ai është arritja e gjithëve ne. Ai është e para është fruti vetës ti, inteligjencës ti, i mënyrë se si ai është kriju në mënyrën e vetë perfekte, me gjitha sfidat që ka pas, por në thelbu nuk ja la asnjëherë suksesin vete, sepse nuk është diçka që ne bajmë që shkakton diçka, është diçka që ne bajmë bashk. Ajo që sjell edhe një produkt me kaq shumë arritje të një person. Por nuk është i vetmi. Unë njoh shumë fëmijë dhe adoleshent në spektër që e bajnë botën një vend më të bukur dhe nuk kena pse me mat vete me checklista se sa të bukur munden me bë ata realitetin, sepse në të vërtetë një fëmijë e ban realitetin e bukur kur na jena gatshëm për me pa realitetin e tij. Dhe un kam pa realitetet bukura të fëmijëve edhe të fëmijët jo verbal, edhe të fëmijët sepse është bota, mënyra se si mëson me lexu botën e tyre, jo vetëm atë që ato duhet me na transmetu ne. Ata s'janë detyruar me bë performancë përpara nesh, as para nesh profesionistë, as para prindve, as para komunitetit. Ata kanë vlerë për të çdo performancë. Okej. Një përmbledhje të shkurtër të atyre reagimeve që keni marrë pas librit, ato me pikët Po ndaj 2 episode. Episodin e një prindit dhe episodi në promovimin e librit unë i kam dhënë shumë za prindve, më shumë se sa kam fol vetë, kanë fol prind. Edhe kjo ishte diçka që unë dosha që më e bën, sepse dosha prind me kanë protagonistat jo unë. Pavarësisht se librin e kam shkruar në bashkëpunim, pastaj në një kapitull të fundit edhe me një prind. Por dy kanë reagimet. Një mami që nuk e njihja, që ishte hera parë që shikoja në promovim, e dija se kush është se më shkrute përmes faqes, por nuk e njihja personalisht. Dhe që më tha, unë kam qarë në promovim pas një vitit. Pra, kisha një vit që nuk qarë, isha bloku në emocionet e mija, nuk arrisha me gjejt as një loj hapsiret për me shfaq emocionet e mija, kisha kaq shumë nevojë në promovim që me shfaq emocionet e mija dhe i shfaqa dhe tani ndihem shumë ma lehtësume dhe ndihem mirë që pa ta mundësin për me shfaq emocionet e mija. Ky ka qenë reagimi i parë që më ka bërë përshtypje sepse është diçka që promovimi e solli në mënyrën e vet natyrshme. Dhe diçka tjetër që më ka bërë përshtypje ishte reagimi një vajze të vogël në market. Ajo po më shikonte, unë isha të blej diçka, ajo po më shikonte dhe po tërhiqte nga rrobat mamin e vet. E po i thote është kjo vajza librit, se ishte patë një emision. Edhe unë i afrohem edhe pyesje ke emrin, ajo ma thotë emrin.
dhe më thotë që unë jam të lexu librin tanë. Edhe i tham vetë, sa mirë, i tham, po çat ka pëlqyer te libri, më ka pëlqyer te libri sepse vllai jam quhet Aron, është me autizëm. Dhe unë përmes librit jam të ndihmu vllaun tem që është me autizëm, pra jam të lexu gjana që më bajnë me lujt më mirë me te. Pra kështu po e shprehta ajo, domethënë jam të lexu sepse ku ka më mirë se sa një fëmijë të arrijë gjithë një këtë lloj fëmijë po më feedbacku. tregote këtë gjë, domethënë dhe unë u impresionova shumë, ishte një reagim që do javën tjetër dhe ishte fiks ajo që kisha prit dhe ajo që kisha dashur. Pra, domethënë kisha dashur edhe një fëmijë fillore me mujt me kuptu gjuhën që është përdorur në libër, domethënë dhe ti shërbej edhe asaj si një formë, domethënë nimet që mundet mi dhanë vllas ose motë që këtë rast kishte një dinamën me personazhin e librit. Aroni na bashkojnë në këtë podcast. Një gjë të fundit për të gjithë prindrit, do thoja dhe për askën tjetër. Për prindash besoni shumë zonit zemrës. Asnjëherë mos lani askën, qoftë profesionista, qoftë që janë bashkëpunëtor tuaj me siguri, por asnjëherë mos lejoni me ju afik atë intuitën tuaj që ju çon me kuptu vërtet nevojat e fëmisë tuaj. Sepse në fundit prindi është eksperti i vërtet. Ne gjithë jena komponent ndihmues të procesit, por eksperti i vërtet është vetëm prindi. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës.